Ndonse është një klub me traditë, që për shumë vite ka qenë pjesë e kategorisë së parë, madje ka luajtur edhe në superiore, vitet e fundit Tërbuni i Pukës është mjaftuar me garimin në kategorinë e dytë. Pikërisht për këtë arsye, presidenti i klubit Rok Dodaj ka vendosur të ndërmarrë ndryshime për sezonin e ri futbollistik, duke afruar në drejtimin e ekipit aksionerin e ri, Ervis Vejzi, dhe trajnerin Gjunejt Qutra. Në prononcimet e tyre, Vejzi dhe Qutra theksuan se Tërbuni nuk e ka vendin në kategorinë e dytë dhe se kanë marrë përsipër një projekt ambicioz me objektivin kryesor rikthimin e skuadrës në kategorinë e parë. Unë këtu kam ardhur me një objektiv të vetëm, ngritjen e ekipit. Siç po e shikoni edhe vetë, jemi i vetmi ekip që kemi nisur stërvitjen më shpejt se të tjerët. Kemi bërë një merkato deri tani më së të mirë. Presim të na vinë edhe lojtar më të mirë. Kemi zyrtarizuar gati 4 lojtarë nga kategoria e parë, duke ofruar lojtarë akoma me cilësi më të mira dhe duke synuar gjitjen në kategorinë e parë. Tani ka marrë në synime të qarta që ekipin ta nxjerrim kategorinë e parë, sepse mendoj se ka vite që i mungon kategorisë parë, dhe do bëjmë maksimumin gjithë bashkë ta nxjerrim kategorinë e parë. Në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri, Tërbuni do të zhvillojë një ndeshje miqësore me Vllaznin, e cila po kryen fazën përgatitore në Puk. Takimi do të luhet në stadiumin Ismail Gjemali, duke nisur nga ora 17:30.